kom. A e mbështet një fjallën funditare të ndodhësit tuaj? Po, zonja, shishto. E mbështet një fjallën funditare të ndodhësit tuaj. A keni diçka përteshtuar ju personalisht në këtë fjallën të funditare? Po. Po ju dëgjoj? A është për proces debat? Po. Vazhdo të vini, ajo, nëse nuk është në fund të shkruar, duhet ta evidentoj në proces debat. Po ju dëgjoj? Unë gjatë këtyre viteve prej Gjorës jam akuzuar për një krim shumë të rëndë, të cilën nuk e kam bërë. Unë nuk kam organizuar kurrë rrosje, as nuk kam marrë pjesë në rrosje, madje as nuk e kam bërë rrosje. As unë as fëmijë. Sepse në momentin e rrosjes unë edhe fëmijët e mi kemi qenë duke ikur. Këtë e tregon edhe Leonardo Adjemaj në gjarën e tij, në polici, por jo vetëm në polici, por edhe në media. Mund ta shihni. Vetëm pak më ka dalë sepse do me evidentuar të çfarë në proces debat. Po, vazhdoni. Mund të shihni intervista. Vazhdo. Por edhe në media. Po, mund të shihni intervistat ku ai shumë drejt dhe shumë sakt tregon atë çfarë i kanë treguar fëmijët dhe ai version është që unë dhe fëmijët kemi vrapuar nga makina. Kjo si që thash vërtetuar dhe në deklaratën e tij, e cila është e cituar në aktakuz. Pastaj në këtë proces gjyqësor patë drejt shumë herë, disa herë, është përmendur edhe zoti Bezet Pasulli, i cili fare nuk ka lidhje në këtë rast, dhe padrejtësisht ju është përmendur emri dhe kisha të nevojshme të sqaroj se ndjej keqardhje sa herë që është përmendur emri i tij, sepse është e padrejtë. Nderuar turgjykues, ju do të merë në vendim së shpejti për këtë rast. Ne kemi propozuar, si që tha dhe avokati, një CD ku shihet motimin e fëmijët, ndryshe nuk do ta kishim propozuar, po mos ekzistonte. Dhe e vetmi arsye pse nuk kam komunikim të rregullt me fëmijët është sepse gjendem në mosën e paragodimit. Dhe jo pse fëmijët nuk dëshirojnë me fola për diçka tjetër, madje është shumë e ulët që citohen rreshën fëmijët e mi, kinse kanë deklaruar kështu kinse ashtu, notën e vrasjes. Unë ja dorëzova fëmijët familjes Adjemaj. Po të kisha të fshehur diçka, nuk kisha bërë sa guxim. Notën e vrasjes, fëmijët e mi janë intervistuar edhe në polici. Dhe është pyet njëre polici aty e pyet, thot, apo deklaroi fëmia kështu, njëjtë si unë, dhe njëri tjetri dhe po. Ma pastaj, 2 ditë pas vrasjes, unë me fëmijët e mi isha në prokurori. Te prokuroria Besa Limoni. Edhe aty mund të shihni nëse ekziston ndonjë proces verbal, se çfarë kanë deklaruar fëmijët. Nderuar turgjykues, ju betohem, ju kam thonë edhe më herë,
betohem që në emërësili nuk ka qenë fare në mbetur momentin e vrasjes. Ju betohem, në emërësili nuk ka paguar për vrasjen. Kjo është e vërteta. Unë pa të drejt, jam akuzuar dhe jam targetuar shumë qka nga media, nga këso, por e vërteta është krejtësisht ndryshe. Ka që kisha inderuar të gjykus, ju do të vendosni fatin tim, fatin e flive të mi, ju vlerësoni provat, vlerësoni deklaratat,